Me dalë prej shtëpisë, mos më nejt qysh ka nejt nanat tona përpara në shtëpi, po gratë të bohen, çojnë halle, jo, nuk kemi shku nga ajo që me pas gratë divorcune. Tu nuk kemi hasë në probleme, se janë gra familjare. Unë jam Magribe Salihaj. Spari po tregoj për themelimin e aktivit gruas. Themelimi i aktivit gruas këtu në Biliq ka ndodhur me 29/03/2023. Kom ardhë këtu si kryetare e aktivit gruas edhe i kam antare dikon 90 gra. Kështu që këtu përpara kanë qenë veç burrat. Me ardhjen time e kemi bën një marrëveshje me burra që na një ditë në javë të jemi këtu prezent gratë. Gratë të bohen një tejte, për çdo javë këtu jemi. Gratë të bohen, çojnë halle, dertet e grave si janë, bojmë aktivitete, çto janë. Shiqa, une kur kom ardhë, si aktivi gruas, ma ka marrë menja që përmbledh nuk është shoqat e pensionistëve, po është aktivi gruas. Do të thotë, aktivi gruas mundet me kanë edhe gruaja më e re. Edhe për atë ka edhe këtë emën, aktivi gruas o Biliq. Jo, nuk kemi shku nga ajo që me pas gratë divorcune, po këtu është vetëm aktivi gruas, që me qenë gratë sa më aktive, me dalë prej shtëpisë, mos më nejt qysh ka nejt nanat tona përpara në shtëpi, po me qenë aktive, mu bos bashku, me shkëmby biseda, me dalë me pini kafe, këtu janë. Atëherë, kur ta kem lokacionin tonë, është tjetër muhabet, e kemi shtëpinë tonë dhe jem gra në shtëpi tonë. Këtu jemi të përbashka, nuk kem na kur gjo që jem me burra, mirë po edhe hapësira është shumë e vogël që t'jemi zbashku, se kur gjo nuk prish punë, pëse janë burrat edhe jemi edhe na gra, se na njerëz jemi. Mirë po, sa do kudo, kur jemi pavarur, është pak ma mirë. Gratë janë të Biliqit, të rrethinës të Biliqit, fshatrav, kemi edhe pi fshatrav që vinë këto. Mirë, kushtet i kena të mira, këto që janë kushtet shumë të mira, se jemi në ambrellën e komunës, komuna na financan, aq sa ka mundësi, po nuk është keq, se sanitarin na i siguran pastrusën që vjen e pastran këtu, objektin, edhe ka pak ndihma për disa shëtitje. Ekskurzionet që i organizojmë, për shembull, e kena mundësien 2 herë shkojnë mashkuj, 2 herë shkojmë na, e paguajmë autobusin, e organizojmë shëtitjet, shkojmë për shembull vendet ndryshme në për Kosovë, që kjo është krejt. Jemi shumë të kënaqura, jem mirë, qysh jemi. Po kërkojmë edhe ma mirë, që kur ta kemi objektin tonë, ka me qenë edhe shumë ma mirë. Tu nuk kemi hasë në probleme, se janë gra familjare, edhe nuk kemi gra që më pyte pak ma herët divorcune, unë nuk kom hasë këtu, tek ne që i ka diçka ashtu. Organizojmë gjanat ndryshme, ka një herë edhe gatuin gratë të shtëpia, edhe bojmë një organizim të bohmi që to, edhe ndëgjojmë muzikë, edhe kalojmë një mramje zbashku. Shiqa, po, vitin e kalume kemi pas një iftar, edhe ka qenë një iftar që mahat men. Besoj që nashta mungojnë gratë me organizu edhe këtë Ramazan, kështu një iftar të përbashkët me pas.